Atëherë pra ne shkojna me pikën e radhës, si do këtë ka ardhë vakti me adhan fjallën vëllau tonë Remzi Isakut, mi përshëndet musafirët. Bërëm, Molla Remzi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Musafirët të nderuar, fillimisht e falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na udhëzoi në Islam. Në bëri pjesë kësaj nate me madhruar Allahun me ndëgju Kur'an. Dhe sado që falenderojmë Allahun pak janë nga begatitë e shumta që na ka dhuru, unë në këtë moment duhet shprehi vetëm falendrimet e sinqerta ndaj Allahut që na begatoi sonte me këto musafir këtu. Du një falendrim të veçantë hafizit të nderuar hoxhës së djalit tem, që ka dhënë një kontribut shumë të madh. Një mund shumë të madh dhe kohë të gjatë, afër 2 vite, 7-8 muaj. E lusë Allahun që ta shpërblej me xhennet, t'i jep shëndet të mira në dynja dhe në ahiret. E falenderoj komisionin 3 ditë me radhë dhe hafizler që i kemi pranë nesh dhe disa imamler të Shkupit, që ishin pjesë e këtij manifestimi dhe dëgjimit të gjuzave të Kur'anit. E falenderoj special për këtë ambient të bukur që e ka bërë këtu reisi i Meshiatit të Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë, Suleman Efendi Rexhepi. Falëndrim të veçantë myftisë së Shkupit dhe stafit të tij, hafizlerëve dhe hoxhallarëve të tjerë. Pastaj falëndrim drejtorit të medresesë Son Isabeut, profesor Ibrahimit. Falëndrim mustafirëve të nderuar që vinë nga Republika e Kosovës, drejtori i Alaudin Medresës në krye me stafin e tij dhe profesorin dhe kujdestarin e djalit ton Amirit, profesor Muhammed Tërnavën dhe profesor të tjerë. Hoxhallarët, në veçanti duhet t'ja përmendi emrin se kemi shumë hoxhallar këtu. Një hoxh i cili është më në moshë, Allahu e nderoft, hoxh Idris Dërmakun, Hafiz Idris Dërmakun që vjen enkas për këtë mbrëmje nga Kamenica. Hoxhallarët nga Prishtina, Prizreni, Mitrovica, vëllezërit nga Dibra atje, nga Struga dhe gjithë të tjerë, afaristë të nderuar, e lusë Allahun edhe njëherë, pa ja marrë kohën juve, Allahu t'ju jep të mira. E lusë Allahun të na bashkoj në kësi mexhlise të hajrit vazhdimisht, edhe unë edhe njëherë shprehi falendrim në emrin tim, në emrin Haxhi Babës dhe familjes Isaku dhe vëllezërve të mi, që Allahu t'ju nderon t'jep të mira në këtë botë dhe në ahiret. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.